Mirë se u rikthyet, vazhdojmë të qëndrojmë në kuzhinën e Reze Dielli për të sjellë një tjetër recetë. Bëhet fjalë për pitet. Pite ose petulla. Pitet? Po, kanë disa elemente që i bëjnë ndryshe. Faktikisht është recetë e Vlorës. Është recetë e Vlorës. Pra, është majaja mund ta keni të thatë, mund ta keni edhe të butë. Nëse është maja e thatë, duhet diku te 7 gram. Nëse është maja e butë, diku tek gjysma ati kallupit që ne e gjejmë në për markete. Tu, kam tretur majan me ujë të vakët, normalisht do të marrë sheqerin. Sheqeri e ndihmon, sepse është kërpudhë dhe dim që kërpudhat e kanë qef. Sheqerin aktivizohen. Do të marrë 2 lugë miell. Dhe, e trazoj, kur në thonin dikur, gjyshet. Derisa, këtu do të fillon disa vrima të voçkla, që do të thotë që unë po aktivizohem, pra bjen këmbana, ndryshe kjo quhet tharmi, po ta ruajmë, bashkë me pjesën tjetër që ne do zëmë, heqim një copë brumi dhe e ruajmë me një kavanoz. Do shikojmë që gjatë ditëve do krijohet një volum. Është shpesh herë ka ndodhur, nëse se kemi mbyllur mirë tapën të filetuar, ka ikur tapa për pushime. Ja, do ta lë të tillë. Ktu kam majan. Marr enën. Kam miell të bardhë dhe miell misri. Miell misri të verdh. Kam vendosur unë, ju mund të përdorni çdo lloj mielli. Mund të përdorni miellin e thekrës, mund të përdorni miellin bio, çfarë të dëshironi ju. Ja, janë këto 2 miella këtu që unë i kam lënë. Kam lënë edhe këtë të hapurën këtu, sepse nëse unë ujin e kam më të ngrohtë, normalisht që mua më duhet të shtoj miell. Dhe pjesën e miellit unë gjithmonë nuk e shtoj të saktë këtu, lë vazhdimisht për të marrë. Këtu kam raki. Do shtoj rakin. Pite të sheshta me raki, pra. Do të shtoj masën e miellit. Sikurse, dhe pjesën e ujit. Kanë ditur gjyshet se çfarë t'ju shtojnë nga një element të ri. Ishte rakia për dasmat. Kur bëshin dasma ka qenë gjithmonë dasëm, normalisht ka qenë për vakit, ka qenë për smundjet. Po moj, gjëja e fare. Për forkim. Do të shtoj pakës vaj, pak fare, pjesën e ujit sërisht, derisa trazimi mirë. Kam majan. Do ta shtoj. Sepse do ta lë të aktivizohet. Lëri. Du të punuar mirë ky brum. Do të marr miellin. Prandaj dhe kam lënë miellin e hapur. Do të shtoj. Pra keni diku te 300 gram miell të bardhë, 100 gram miell misri. Si të dëshironi ju, mund të shtoni edhe miellin e misrit më tepër. Dhe e trazoj. Sigurisht që çdo brum ka nevojë të pushojë, të qëndrojë, të aktivizohet, aq më tepër kur kemi dhe majan të shtuar në të. Bëhet gati brumi, ndërkohë një lexim recetës së shkruar në ekran do të ishte e nevojshme, besoj, për anvisat, për gratë që po na ndjekin. Pite të sheshta. 300 gram miell gruri, 100 gram miell misri. 1 lugë çaj krip, 1 majluge sheqer, 7 gram maja buke,
300 ml ujë të vakët, pra 1 gotë e gjysëm, 1 teke raki, 2 lugë gjelle vaj. Pra, lista me produktet. I trazojmë brumin në mënyrë që të... Tani faktikisht dua të kem edhe pak miell misri. Të lutem më shto pak miell misri apo miellin tjetër të? Ta hapim një kapë të re, sepse do na duhet edhe në ditët në vazhdim. E duhur. Në hape me gërshor që t'jesh Ola i ka të dyja dhe shto tani dyja sa unë të kem një mas. Apo miellin e verdh, si të dëshironi. Tu ka vendosur të tush i bardhi, unë kisha vendosur miell të verdh, pa problem, ë? Mjafton që duhet të kem një miell, op. Sërish më shto miell, sepse uji është i nxehtë. Ka nxehtësinë. Ja. Shtojmë miell. Punojmë mirë. Që duhet një... Ja provojmë kështu më mirë që të qëndroj i butë. E mund të lëmë të qëndroj për pak minuta, derisa bëhemi gati për përgatitjen e recetës tjetër. Kemi mëlçinë në recetën tjetër. Shtoj tamam tani. Shtoj tamam pa... është e duhura. Duhet të ri të jetë e butë. Shumë mirë, kaq. Dhe duhet ta lë të tillë. Shiko, kur zihet brumi, që është i bërë gati, nuk ka nevojë se e pastron vetë enën. Për pjesën tjetër që mbetet aty. Pa le të lexojmë recetën tjetër. E punojmë, do ta lëm pak të qëndroj, sepse i duhet brumit të çdo lakrori, pite, aq më tepër kur kemi shtuar dhe pak maja aty, 7 gram maja, që të aktivizohet, të fryhet pak. Pra pite do t'i shoqërojmë edhe me mëlçit. Kjo është arsyeja, ndaj që edhe nëse marrin aromën e tyre, është mirë akoma. Sa mirë është lidhur brumi, është gati për ta punuar dhe për t'i dhënë formën. Japim formë me dorë, me një gotë, me oklajin. Pra, të jenë pa formë. Shikoj njëra është bërë gati vaj. Kështu duhet jetë. Okej. Sepse në momentin që unë kam përdorur këtë tiganin që kishte. Dhe tani shtoj. I punoj pakës miell tu, op. Ka ishtë du tjetë srashësia e brumit të piteve që i vendosim në vajnë e nxehtë për t'u skuqur. Po të duam bëjmë të tilla, po të duam I japim një mas pak më të madhe. Edhe sot si ditë pushimi që është, zonjat kanë më tepër kohë dhe mundësi për të përgatitur pite apo recetat të tjera dhe të gjitha llojet e piteve, petullave që kemi sjell për gjatë gjithë kësaj periudhe I gjeni në kanalin ton në YouTube. Klikoni në Reze Dielli në rubrikën e recetave të gatimit dhe do të gjeni variante të tjera të përgatitjes së piteve. Ja dhe një minutë të presim sa të
piqen 2 pitet e para. Dhe ne ju falenderojmë shumë që keni qëndruar përpara ekranit në hapësirën e gatimit. Rezja vazhdon, do t'jemi pas pak edhe me horoskopin dhe me rubrikën Bima dhe Shëndeti me doktor Ylli Merian. Besoj janë bërgati, janë zbutur edhe një pjatë të lutem, edhe një pjatë të shesht, që unë të kem mundësi. 2 pjata do më cilësh, të shesht, edhe një. Si është puna, është aji momenti i fundit. Mire ke bërë, shumë mire ke bërë. Vendosim edhe pitet këtu. Duam që t'i shihni të përfunduara recetat, të pjekura të zjera. Gati për t'i provuar ato edhe pse është herët, por një degustim nuk na bën dëm. Edhe pitet, vendosim të tjerat. Ja tek i keni 3 recetat tona, merr Albana, vendos edhe këto 2 të tjerat, se do të vazhdojmë t'i sigurisht me djath, me mjalt, shoqëruar për shoqëruese të mëlçive, gjithashtu të frikases. Kjo është tryeza jonë që kishim menduar për anvisat. Shpresojmë që t'ju kemi frymëzuar, shihemi nesër në hapësirën e gatimit me Albanën të lumshinduar si gjithmonë, ndërsa së bashku do të shihemi në 10:10 ju pres.